Një ngjarje tragjike ka ndodhur në qytetin Gujarat të Pakistanit, ku 16 fëmijë së bashku me një mësues humbën jetën si pasojë e shpërthimit të cilindrit të gazit në një autobus shkollor. Sipas njoftimeve të policisë lokale, të paktën 7 fëmijë të tjerë janë dërguar në spital pas rënies së zjarrit, i cili erdhi si pasojë e shpërthimit dhe që përfshiu të gjithë autobusin. Fëmijët që humbën jetën ishin të moshave mes 5 dhe 15 vjeç dhe ndodheshin vetëm pak kilometra larg shkollës së tyre në Gujarat, rreth 200 kilometra në juglindje të kryeqytetit Islamabad. Media lokale citoi shefin e policisë të thonte se shoferi i ka mbijetuar shpërthimit, Dar Ali Katak, tha për agjencinë e lajmeve AFP se zjarri u shkaktua nga një shkëndi kur shoferi ndoroi gazin me naftën. Gazi natyror i presuar përdoret në miliona automjete në Pakistan si një alternativë lehtë në vend të benzinës dhe naftës. Për shumë shpërthime të mëparshme janë fajsuar cilindrat nën standardin e duhur të përdorur për të mbajtur karburantin.